Ministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, i cili ka një mbledhje direkte me gratë dhe vajzat nga i gjithë vendi me rastin e 8 marsit ditës ndërkombëtare të gruas. E ndjekim. Jemi duke ndjekur zotin Edi Rama, kryeministrin e Shqipërisë, i cili është duke bërë një ecje dhe duke shpërndar lule dhe trëndafila për të gjithë gratë dhe vajzat që ndodhen aty. Siç duket, vendi është i mbushur plot me vajzat dhe gratë të cilat kanë dalë në shenjë të simbolit të tyre për këtë ditë të rëndësishme. Të dashura shoqe, unë jam Naria Qezari, po jam socialiste si të gjithë juve. Por sot jam e nderuar dhe privilegjuar që të hap këtë takim të madhështor dhe kaq të bukur. Mes kaq grave dhe vajzave që janë zemra dhe forca e familjes, po janë dhe zemra dhe forca e Partisë Socialiste. Ne jemi partia që e kemi vërtetuar me vepra se gratë dhe vajzat meritojnë më shumë mundësi, më shumë mbështetje dhe më shumë fuqi për të vendosur. Fal vizionit dhe udhëheqjes së kryeministrit tonë të dashur Edi Rama, Shqipëria sot ka një përfaqësim politik në të gjitha nivelet, që nga qeveria, që 50% dhe mos më shumë janë femra që na drejtojnë, dhe në të gjitha nivelet. Fal vizionit dhe udhëheqjes së kryeministrit Edi Rama, Shqipëria sot ka të gjitha gjërat e mrekullueshme. Duke parë këtë sat të mbushur me kaq energji dhe kaq bukuri, më erdhi t'ju them që pikërisht kjo është forca jonë. Sepse jemi të gjitha së bashku, të gjitha që nga 18 vjeç, 18, që kur lindin janë socialiste derisa tash. Forca që na bashkon të gjithëve është edhe për bashkimi i moshave të reja me i brezave. Vajzat, por ka një gjë që është ndryshe nga të tjerat, që ne japim eksperiencën, ato na japin fuqinë, na japin energjinë dhe i kemi lidhur njëra me tjetrën në mënyrë të përsosur. Ju të gjitha jeni, besoj, punoni për Partinë Socialiste të gjitha dhe i dini vajzat tona, sepse vajzat tona, besat tona të gjitha janë socialiste dhe mendojnë vetëm për Shqipërinë. Mirë, kryetari i Partisë Demokratike mbi ditën ndërkombëtare të gruas. E ndjekim. Socialistët dhe socialistet shqiptare i kemi të gjitha arsyet jemi
më krenar se gjithë tjerët. Dhe duke vazhduar me Dora Distrian, ajo thoshte të luftosh dhe të fitosh për gratë, do të thotë të luftosh dhe të fitosh edhe për burrat. Dhe natyrisht, unë e thash me fjalë tjera në fillim, por pas një diskutim që sa më të forta të jenë gratë, aq më të fortë janë burrat. Dhe sa më të dobta të jenë gratë, aq më e dobët është fuqia në dukje e burrave. Por, midis dy fuqive ka një dallim shumë të madh. Se kur gratë janë të forta, burrat janë të fortë, po janë dhe të urtë. Në kuptimin e marrjes kohës për të thënë fjalën e fundit. Kur gratë janë dobta, burrat janë të dobët, por shumë agresiv. Dhe besoj që duke zgjeruar hapësirën për gratë, duke fuqizuar gratë, duke i dhënë grave më shumë vend në të gjitha nivelet e përfaqësimit, faktikisht ne të gjithë së bashku luftojmë për t'i bërë burrat më të vetëdijshëm, për t'i bërë burrat më të arsyeshëm dhe për t'i bërë burrat më të urtë në kuptimin e mençurisë, jo thjesht në kuptimin e lepe peqes. Dhe thënë gjitha këto, unë dua t'ju them se në vigjilje të një sfide shumë të madhe që Shqipëria ka, jo Partia Socialiste. Partia Socialiste ka barrën e saj të pa shmangshme në këtë sfidë. Por në 11 maj, Shqipëria ka një sfidë. Ka sfidën për të mos humbur as një minutë në një proces ku rrethanat tonat brendshme dhe rrethanat e brendshme të Europës janë bërë një, dhe për herë të parë në historinë tonë mundësia për të bërë pjesë e familjes europiane është reale dhe është e gjitha në duart tona, në duart e shqiptarëve. Dhe në këtë sfidë të Shqipërisë, kur ne po përgatitemi që të hymë në fushën e betejës elektorale, unë duhet ju them se ndryshe nga të tjerët që kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë në emër të një madhështie që Zoti e di se ku është, se gjëja më madhështore që unë shoh në ata anë janë mustaqet e kujtim gjuzit, po, e vetmja gjë madhështore. Shikojeni mustaqet e kujtim gjuzit dhe aty e keni kartë vizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe, ne do të kemi një qasje krejt tjetër. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa, gratë, do t'i ndajmë në dy pjesë. Gratë që do t'jenë nikoqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme dhe që do ta marrin përfaqësimin e Partisë Socialiste me mbështetjen e të gjithëve ne në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do të jenë pjesë edhe e listave të hapura, ndërkohë që në listat e mbyllura ne do të kemi djem, do të kemi vajza, do të kemi gra që janë forca e të res, janë forca e gruas, janë forca e një Shqipërie që shikon përtej 2030-ës.
ndërkohë që në gjithë pjesën tjetër të skuadrës do të përfshim të gjitha energjitë, eksperjencat dhe patjetër edhe të gjithë burrat luftar do të jenë aty për të shkuar dhe për të fituar në territor vota për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Tani sot është 8 marsi, dhe ishte 7 marsi. Dhe ju e dëgjuat që në ditën e mësuesit, në ditën e mësuesave, jehoi një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos i lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikTok-u. Kjo është një mënyrë që nuk ka nevojë për asnjë koment, nuk ka nevojë për asnjë argumentim, nuk ka nevojë për asnjë fjalë më tepër, por që në vetvete u thot në radh parë të gjitha nënave, pavarësisht nëse janë socialiste, demokrate, me parti, pa parti, janë në Shqipëri, janë në Itali, janë në Greqi, janë në Australi, që nga çfarë duhet të ruhen në 11 maj. Dhe çfarë duhet kenë parasysh në 11 maj. Sepse në 11 maj, kush voton, duhet ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra. Ose t'i jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, në një kalendar super ambicios që mbyllet në 2027-ën, i dakordsuar bashkë me ta, ku 1000 veta, shumica gra, me qëra fjala, edhe procesin e antarësimit ton në negociata e drejtojnë 2 vajza, Majlinda me Adean që foli këtu, pra 1000 veta që janë ullur atje dhe që nuk duhet humbin as 1 minutë me luhatje, ose votën ta përdorin për ta hedhur në knet. Kjo është shumë e qartë, nuk ka më të qartë se kaq. Dhe edhe një gjë tjetër. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikTok-u, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Kështu që unë besoj shumë në radh parë tek qetësia dhe tek mençuria e grave. Nuk është e rastit, dhe unë jam shumë krenar për këtë, nuk është e rastit që Partinë Socialiste e votojnë më shumë gratë se sa burrat. Nëse do votonin vetëm gratë në Shqipëri, ne do merrnim 90 deputet. Dhe këto janë shifrat. Dhe të them drejtën, nëse unë duhet zgjedh midis votës së një gruaje dhe të një burri, do thoni ju po vota, unë them votën e gruas. Sepse është më shumë se sa një vot. Është një vendim. Gratë, në shumicën ndërmuese, nënat, nuk janë tifoze. Burrat janë tifoz, janë skandalos. Gratë nuk janë tifoze. Janë nëna, janë motra, janë bija, që kanë të lindur brenda vetes
kujdesin për atë që vjen nesër. Keni parë ju gra që të shkojnë të luajnë bixhos? Keni parë gra ju që të hedhin zara në bingo? Keni parë gra ju që të futen online, edhe vajza që të futen online dhe të luajnë Lora Fati? Si shpjegohet kjo? Si ka mundësi që gratë nuk i besojnë Fatit në letra edhe në zara? Sepse gratë e ndërtojnë Fatin. Kështu që unë do ta përsëris edhe sot dhe gjatë gjithë rrugtimit drejt 11 majit thirrjen time për të gjitha gratë që i kanë burrat demokrat. Burrat mbajnë në shtëpi në 11 maj, jo fëmijët për shkuar në shkollë. Se me tifozllëkun e tyre, ata janë në gjendje të marrin qaf, mirë veten se po morën qaf veten nuk na bëjnë ne ndonjë dëm të madh, po të marrin në qaf edhe fëmijët, të marrin qaf dhe familjen dhe patjetër do merrin në qaf dhe vendin, po vendit nuk kanë çaj bëjnë. Sepse shumica dërmuese më e madhe se asnjëherë tjetër do të votojë për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Tani nuk ka këtu vend më të mirë për të shpjeguar me dy fjalë se sa e rëndësishme është që ne të hymë në Bashkimin Evropian dhe të hymë tani që na shkruar kjo mundësi. Sepse hyrja në Bashkimin Evropian nuk varet vetëm nga ne. Dhe ju e keni parë, e keni ndjekur. Ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe më përpara, po dilte njëri e dilte tjetri dhe na pengonin. Jo po kjo, jo po ajo. Sot janë përputhur gjërat dhe sa duam ne të hymë, aq duan dhe ata që na fusin brenda. Por kjo nuk është e thënë që do jetë aty për gjithmonë. Kjo është koha që ne të shfrytëzojmë këtë mundësi. Dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian, në radhë parë, të gjitha ju, të gjitha nënat e këtij vendi do të garantojnë për djemtë e tyre, për vajzat e tyre, diçka që garantohet vetëm duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Që liritë individuale në këtë vend nuk do t'i cënojë dot më askush dhe nuk do të ketë më asnjë lloj bufi kënete që mund të rizgjohet e mund të ringjallet, që të preki lirit individuale të djemve dhe vajzave të këtij vendi. Kur ne hyjmë në Bashkimin Evropian, nuk do ketë më aq rëndësi se kush qeveris këtu. Po për sa kohë ne nuk kemi hyrë akoma atje, se kush qeveris këtu është themelore. E dyta, ne sot jemi në një situatë ku në Shqipëri po ndodh diçka që s'ka ndodhur kurrë më përpara. Dhe për këtë arsye krijohet edhe një zhurmë shumë e madhe. Dhe ndërkohë këneta shpërthen, këneta politike, këneta mediatike shpërthen çdo natë. Sa herë që lufta kundër korrupsionit drejtohet ndaj dikujt që është i lidhur me pushtetin politik të Partisë Socialiste. Por ama duhet vetëm shumë pak distancë, duhet vetëm shumë pak qetësi, duhet vetëm shumë pak arsyetim për të kuptuar se gjithë kjo që po ndodh është vepër e Partisë Socialiste. Nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara. Që nga 1912 që cili do qoftë i lidhur me pushtetin politik, të shkoj përpara një prokurori të pavarur dhe përpara një gjykatësi të pavarur, të hetohet dhe deri dhe dënohet. Pse po ndodh sot kjo? Sepse Partia Socialiste, ne të gjithë bashku, me vendosmëri bëm një reformë në drejtësi që nuk e ka bërë ende asnjë vend në rajonin tonë. Kur ne morëm detyrën, ishim të fundit fare në trenin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe na thoshin
janë pararoj këta, janë pararoj ata. Ku janë tani ata të pararojës? Jemi ne lokomotiva tani në të gjithë rajonin dhe jemi ne më afër të gjithëve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe një nga gjërat që ne bëm ishte pikërisht kjo. Vendosëm të dorëzojmë tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që gjithmonë e kishte mbajtur qeveria. Kush ka hyrë përpara në procese hetimi dhe në procese ndëshkimore që nga 1912 ka hyrë me urdhër nga lart. Janë burgosur në Shqipëri, janë pushkatuar, janë varur ministra, po ka ndodhur sepse ka ardhur urdhri nga lart. Sot nuk ndodh lufta kundër pandëshkueshmërisë historike me urdhër nga lart. Sot ndodh sepse ne shpatën e dëshkimit ja dorëzuam drejtësisë. Që do të thotë, duke hyrë në Bashkimin Evropian, kjo është e dyta gjë që garantohet një herë për gjithmonë. Dhe nuk varet se del një buf kënete dhe thotë do shkri spakun, apo se del një specie tjetër edhe përbetohet se do shkri drejtuesin e spakut, apo se dalin të gjitha speciet bashkë dhe premtojnë se me votën që do marrin do ta kthejnë mbrapsh reformën drejtësi, do me thënë do kthejnë mbrapsh Shqipërinë. Nuk ndodh më kur të jemi Bashkimin Evropian. Nuk varet më fati i askujt këtu në këtë vend dhe fati i vendit nga çit teket njërit e çit teket tjetrit që synojnë kreun e vendit. Kjo është e dyta. E treta, se duhet ne të hyjmë tani në Bashkimin Evropian, është që standardet e bashkëtesës në të gjitha nivelet janë të garantuara. Nuk los dot më kush me to. Dhe nga ana tjetër, keni parasysh se ju jeni ato që mbani shtëpinë, nuk e mbajnë burrat shtëpinë. Burrat japin kontributin e tyre patjetër, se tani larg qoftë tani ju e burrat ju duhen, nuk diskutohet se nuk po thot njeriu që por juve mbani ekuilibrin, juve i dini llogarit. Kur hym në Bashkimin Evropian, ne jemi vend përfitues. Bashkimi Evropian është një familje e madhe që ka dy kategori. Kategorinë e kontribuesve, që janë më të mëdhenj, më të pasurit, më të fuqishmit, që japin nga xhepi i tyre për Bashkimin Evropian, dhe kategorinë e përfituesve, që janë më të vegjëlit, më pak të zhvilluarit, ata që kanë më shumë nevojë si puna jonë, që marrin nga këto kontribute. Pra, momenti që ne hym në Bashkimin Evropian, përveç buxhetit, nga të ardhurat, nga taksat dhe nga ato pak ndihma, ne do kemi një buxhet tjetër, që do të jetë buxheti i vendit përfitues. Dhe këtë do ta kemi sa po bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Prandaj na duhet tani parafityroni që të gjitha këto t'i vësh në diskutim për mustaqet e Kujtim Gjuzit. E kuptoni se çfarë është kjo? Se nuk po numëroj tjerët, se thash, Kujtim Gjuzi është figura më domethënëse dhe mustaqet e tij janë vetëm një gjë madhështore në atë sport karavidesh, mbeturinash të historisë dhe produktesh të një kënete që nuk i është ndarë Shqipërisë që nga 1912. E fundit që kam është fjala e një gruaje shumë të madhe, që thoshte, nëse do të bësh muhabet, bëhe me burra. Nëse do të mbarosh punë, shko me gra. Dhe ajo ishte një gruaje e madhe, i vuri gjithë burrat në rresh, me thënë drejtën. Margaret Thatcher nuk mori asnjë grua ajo në qeveri. Nuk mori asnjë grua në qeveri, po se në fakt kur je këtu dhe ju shef juve të gjithave, kur juve s'keni në i burë që t'ju bashkoj, pastaj filloni ndajeni. Por ajo që ka rëndësi për te i shakas është që unë kam shumë besim dhe pres shumë nga ju që në 11 maj ne të arrim fitoren e 10 radhazi
por jo thjesht fitoren e 10, se ajo nuk diskutohet, por fitoren e 10 me notën 10. Dhe jini krenare për çfarë kemi bërë dhe kini besim për çfarë duhet bëjmë akoma. Jini krenare për sa shumë kemi arritur. Kemi pasur një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliardë euro. Sot e kemi 25 miliardë euro, 2 herë gjysmë më shumë. Kemi pasur të ardhura për frym më pak se 4.000 euro, sot i kemi mbi 10.000 euro. Nuk janë mjaft akoma, por janë shumë më shumë se qishin dhe do t'i bëjmë më shumë akoma. Dhe sot e kemi një pagë mesatare në sektorin publik që s'mund ta imagjinonte kush se do t'ishte paga e vitit 2024, mbi 900 euro. Do t'a bëjmë edhe më shumë. Ne duam që në Shqipërinë 2030 paga mesatare të jetë një pagë ku e ku mbi 1.000 euro. Dhe do t'a arrijmë këtë gjë edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat. Dhe jini krenare edhe për atë që po ndodh në luftën kundër korrupsionit. Edhe mos i dëgjoni fare ata që thonë jo po ja u morën zgjidhje, jo ja u kapën zgjidhje. Ne jemi pa emigrantët, jemi afro 800.000. Bashkë me emigrantët, ne do t'i afrohemi 1 milionëve. Kështu që njësoj si ju që kujdeseni për pastrimin e shtëpisë, edhe ne në mënyrë të vazhdueshme do ta pastrojmë shtëpinë tonë. Në mënyrë të vazhdueshme do ta bëjmë shtëpinë tonë vendin ku çdo kush të ketë atë që meriton dhe kushdo që do të hajë të tjerët mbas shpine të mund të largohet nga shtëpia dhe të shkojë aty ku e meriton. Kjo është rruga jonë. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Krenar për Partinë Socialiste, krenar për Shqipërinë dhe krenar për ju, për të gjitha ju, për të gjitha gratë shqiptare, për të gjitha nënat shqiptare, për të gjitha vajzat shqiptare, nuk ka rëndësi socialiste e demokrate, ju uroj të gjithave gëzuar 8 marsin. Gëzuar 8 marsin. Dhe të luftojmë të gjithë bashku që gratë bëhen më të forta, që burrat bëhen më të mençur. Faleminderit.